Koha vitin e kaluar rasisht në zonën Albulina Aziu, dorën zemër unë e kam shmu shumë, e kam respektu shumë. Më duket njeri mirë kështu. Më duket. Se nuk është qenë një shumë, u takuam të një fotosesion i artistës Molla Susuri, nuk ka qenë kampanja mendo për mua, për shëndetin mendor. Dhe e takova aty. Ajo kishte me duaj priste me ba fotografi dhe unë sa po e përfundova fotografin, unë alëm falem pak, qeshem shumë, tha të kom pas shok, thash unë të kom ende shoqe, tha të kom padit në gjykatra, dje kom dërzu një padik unë dhe te, thash shumë mirë, thash, deri sa bërë një padi është në regull, sepse kështu duhet me vepru dikush, thash po në cilin gjykat, këto që si besane, ja po keni nëjë gjykat tjetër. Dhe me thonë, kjo në cilën gjykat, kjo pytje që i shtrova në cilën gjykat, dhe njëtën kohë nuk i besojnë, i sulmojnë, kërsi konvenojnë atyne, fletë shumë për subjektin politik, po edhe për zonën Aziu, e cila ka qenë, dorën zemër ka qenë në balë të frontit të sulme kundër gjyqësorit Kosovë, veçanërisht prokurorisë speciale, të gjykatës kushtetuese, se sa herë si ka konvenu aty në diçka, kanë thënë këta e të kapun, këta e të krimit të organizum, këta e të prontos, këta e kështu, na duhet reforma, na duhet gjyqësori i ri, gjyqëtar të ri, prokuror të ri, po kur ju konvenon, i drejtohen prapë këty në gjykatave, në pa ditë mu në gjykat. Në këtë gjykat kapne që ata e konsiderojnë. Gjykat kushtetuese dërgojnë lëndë dhe raste. Kur vendos gjykata kushtetuese diçka në favor tyne që ka qenë rasti i fundit me ligjin për këshillin prokurorial që i pranoi si kushtetuese ndryshimet në ligj, pas ndryshimeve të mahershme që kanë shpallë antikushtetuese, këta thonë që gjykata kushtetuese vendosi kështu. Ajo si juriste, si ministre e drejtësisë, a do duhet besonte në drejtësi, e cila i ka rregullat e veta, apo do duhet të ishte kaq oportuniste e cila beson në drejtësinë e saj, sikurse dikush që ka njerëz besimtarë që besojnë në drejtësinë hyjnore, po jo në drejtësinë kushtetuese që ka një shtet, sikurse është shteti i Kosovës. A konsiderojnë këta për një me veten të shejt, po du mu kthy aty pak më herët që përmende, dhe besojnë në një drejtësi hyjnore tyne, apo kjo drejtësi është në rregull, por nuk udhëheqet për njerëzit e tyre? Po tash në rrafshin praktik unë mendoj që qëllimi i tyre është me kap sistemin e gjyqësorit përgjithësi, prokurorinë edhe gjyqësorin, siç tentojnë me kap edhe gjykatën kushtetuese, për shembull, sepse secili pushtet i cili ka tendenca autoritare e ka nevojë për me kontrollu gjyqësorin për dy arsye kryesore. E para me i përndjek kundërshtarët e vet politik dhe e dyta me parandalu përndjekjen e korrupsionit vet. Ndjekjen? Se përndjekja e kundërshtarëve dhe ndjekjen e korrupsionit fal. Domethënë dhe për çdo dy arsye unë mendoj që edhe lëvizja vendosje ka dashur. Ku është një problem shtesë televizja vendosje, unë mendoj që jo domosdoshmërisht secili e aq më pak zoti Kurti, i cili e ka qasjen instrumentalizuese ka shia saj që ajo quan të vërtet, po ka të tjerë njerëz që mendojnë që për një me problemi është çashtu që po portretizohet dhe për një me duhet me vepru çashtu që po veprojnë. Dhe më thonë, unë e kisha ndaqë të dy llojet njerëzve se për mua është e rëndësishme. Ka disa që e din që nuk është çështu po e përdorim dhe keq përdorim politikisht, dhe ka të tjerë që mendojnë që për një me ashtu, që janë fanatikët. Fanatikët shpesh janë më të këqij dhe më të rrezikshëm se sa ky që e din. Se ky e din, ky e bën për instrumentalizim politik. Ky e çon drejt aty sa i vyn, e din kur mundal, e din kur më vazhdu, e din kam i ra. Ky tjetër nuk e din. Ky tjetër shkon mullit me kry. Fanatiku, sepse thot unë kam drejt hyjnor. Domethënë natë që drejt e kena piqillet. Kush je ti më kundërshtu? Po unë jam gjykat çka ka lidhje. A ti po gjuhën për shkak se e përdor edhe zoti Kurti. Thot unë kam votat, që kjo është e drejta hyjnore. E përkthyme ndryshe. Unë i kam votat, mund ka votu populli. Kush je ti më minor mu? Ato që po duhen me bë. Si jam unë ligj zotni. S'më intereson mos për ligj as për kujt. Pra, me përdor fjalinë e tij, guxosh me artë unë në zyre që ku jam. A unë guxoj mos me artë ti. Tisha prokuror. Tisha prokuror. Që to duhet prokurori me thon po guxoj. Tisha. Në fakt guxoj më të pru që tu ku ti po thua që nuk ish prek në kam prej qeverisë deri në
Tash prokurori speciale. Pse Albulena Haxhiu e bën këtë punë, natyrisht Albulena Haxhiu ka qenë ministër e drejtësisë. Duhet me kuptuar që Albulena Haxhiu e ka pas një përvojë kogja, e ka fituar një përvojë se ka pas në kuvend, sepse vazhdimisht ka qenë në komisionin e ligjeve, cilë bojnë edhe monitorim të punës së gjyqësorit, domethënë merren me ligjet i shkondesh me ditë, se nuk e dija e di, po i shkondesh me ditë për së brashme që funksionon sistemi prokurorial, sistemi gjyqësor, cilat janë pengesat, cilat duhet me adresu. Sepse që apo du me thonë është që nëse ti e ki për një me qëllimin për me përmirësu gjyqësorin, që me qenë i pavarur dhe me ushtru drejtësi, pa dallim ndaj qytetarëve të Republikës, ti e din cilat janë pengesat ndaj këtij sistemi për me arritë çdo gjë. Hynëm në temën e drejtësisë duke bisedu për zonjën Albulena Haxhiu, deputetën e nderuar, dhe jo pa qëllim. Sepse në seancën së mërkurës, ajo ishte e ftuar dhe si akuzuar në gjykatën themelore të Prishtinës për hudhjen e gazit lotësjellës, që me kod penal klasifikohet si përdorimi i armës. Pra, zonja Haxhiu, deputeti Haxhiu, ka pas edhe procedura tjera, ka pas një prej tyre shpallje pafajshme. Nuk e kontestoj ke, domethënë, nuk thej ke se kjo gjykat është e kapur kur është shpallën çat moment u çkap. Po është shumë interesant. Në të njëjtin rast është dënu Donika Kadaj, është dënu edhe se di cili, po të njëjtin rast edhe Shqipe Pantina, kjo shpallje pafajshme. Në rregull, shumë mirë gjykata ka vendosur kështu. Dhe me kërkesë saj u shty procesi gjyqësor, tha se ka me shku mu zgjedh kryetare kuvendit. Pra, kjo e akuzuar për përdorim të armës në kuvend të Kosovës, dhe të njëjtën kohë shkon të u shty seanca gjyqësore se ka me u zgjedh kryetare e kuvendit. A shkojmë bashkë njëna me tjetrën, e di mund është me thonë me arsytu, ka qenë aksion politik, por aksion politik që ka elementet veprës penale, jo po që është kry vepër penale. A shkojnë njëna me tjetrën, që ka mundësi dikush me përdor mjetet të ndaluara në kuvend Kosovës, dhe ti tash pretendon me shku me u bë kryetare e atij institucioni, udhëhecë e atij institucioni, kush ta ndalon ty nesër për një qëllim tonin që ti menon që është i drejt me përdor diçka tjetër kundër kolegëve të tu. Po, qërë tash, unë menoj unë i qëndroj asaj, dhe më thonë që ai ka qenë aksion politik, për e kemi bo për një qëllim të cilin na kemi konsideru si të mirë, po kjo nuk e përjashton Po keni rajt Visar. Tjetër gjë është, kanë rajt ashta. Po ke qenë atë kohë me ta, po vonë edhe ty masanet ka. Dakor, dhe që atër kemi qenë kundër asociacionit, tash ta përbojnë asociacionit, këtë shumë të bojnë. Jo, unë po flas për atëherë se tash. Dakor, dhe më thonë, rana është kanë konsumohet që tash me na jone. Po, okej. Po në thelb ka qenë e rrejshme. Absolutisht, qartazi. Do më thonë, shkallëzoma një element të qeverisës vetëvendosës që i përputhet programit vetëvendosës para pse marrën qeveri, asnjë. Me gjasë edhe ti si 60 dhe s'ke qenë normal. S'kom qenë normal, pjesë më të madhe të kohës. Ai 95 o 97. Po, kështu, tash, fakti që ka qenë veprim politik, pra që nuk ka pas qëllim, tash motiv kriminal, me quaj kështu, kjo nuk e bën këto vepër jo penale. Kjo është vepër penale. Pra me përdor armë, pa autorizim, brenda hapësirave të mbyllura, me rreziku tjerëve jetën, kjo është vepër penale, dakor. Ne kemi ditë kur kemi bërë vepër penale, është ta ditë se kemi pas këtë dilemë. Po kemi menduar që atë domethënë për arsye pse po i bëjmë është e arsyetueshme. Po të prej këto, meq kemi me fol me Visarin në edicion tjetër pikërisht për gazin, unë e di paka shumë në do detaje aty që besoj Vesari këmë na fol në tardhmen, veçanërisht një komunikim që e ke pas me Kadri Veselin në seancë të kuvendit, që është shumë interesant për njerëz që nuk e dim, po në episodin mbase tjetrin apo një ditë tjetër. Dhe tash a e bën kjo zonjën Haxhiu të padenjë për të qenë kryetare e kuvendit? Natyrisht që jo. Nëse dënohet është ligji që ja ndalon ushtrimin e funksionit. Absolutisht.
Po tash për mendimin tim jashtë ligjit kjo është edhe diskutim etik. Domethënë a bën me e votu një njeri që e ka sulmu në farë mënyrë, e ka sulmu seancën e kuvendit, që ajo me qenë pastaj kryetare. Kjo e konfirmon krejt qëllimin e fakt krejt asaj që që ka ndodhur shumë vjet më herët. Po tash në anën tjetër që ka mendoj që është po ashtu e vlefshme për zonën Axhi është që mu ka dashur një gjë shumë interesant. Për shembull, për mua ka qenë kësaj e papritur që është propozuar zonja Axhi. Se nuk kom pa shaja deri para 2-3 ditë para seancës parë që po shkojnë që po shkojnë pra drejt, jo seancës parë, por kur erdhi rasti për mua kandidu. Bile më kujtohet e ka pas një intervistë në Kanal 8 2 ditë para se mu propozu emri saj, ku ajo e ka deklaru vetë që nuk e shef vetën në atë detyrë, pra në rolin e kryetarës së kuvendit. Që ka mirë me liru për kësaj përgjithësie, se nuk e shef vetën këtë. Qërë që është interesant. Do me thonë, Albulina Axhiu, mbase as vetë nuk e ka di që ka me qenë kandidatë dhe një ditë përpara. Albulina Axhiu si krye kuvendare? Unë nuk e imagjinoj vetën në pozita, në asnjërin prej këtyre pozitave, po them edhe njëherë kudo deri tani jam ministre e drejtësisë, 4 vite i kam përfunduar me mandat të rregull, tashmë në detyrë, ndërheqje, quajeni si të doni. A përshë dhe çfarë niveli më rin instrumentalizimi që e bën Albin Kurti me njerëz të vet. Provoj të qodni me njerëz dhe i thotë ti çu del atje. Edhe zguxon me thonë jo. Jo, del. Ndonë se e ditë që nuk është për atë punë. Po tash si mas deklarimit saj. A nuk është për atë punë, a nuk dënë më kohë për atë punë, ajo do të më tregu, që ka mendu me nuk e shoh vetëm, po që do qoftë ajo është për morë deklarat këgja e fuqishme. Problemi tjetër këtu që është pastaj. Do më thonë nëse ti detyrohesh me folë që shtonë publik, edhe mas 2 dite me u demantu nga partia jote në mënyrën ma brutalet mundshme, a nuk ta cenon kjo kredibilitetin tonë si personën pratë, nëse ti nesër del edhe më thu mu tazëm që s'po bëhet kjo kryetar kuvend, edhe ti thu po unë si Albulina Axhiu mendoj edhe ka me vazhdu si ministre e drejtësisë të mbledh dhe ku e din kjo. A kupton? Se ma ke dhonë arsyen me mendu unë që shtu ka shiteje. Se herën e parë nuk të ka dalë që më ke thonë. Ka veti. Kesh për to. Kesh dhe. Po, kush brengosët për këtë punë? Në të vendosë, a ke pa në kush i brengosët për këtë punë? Jo. Do me thonë që kjo problemi, që aty, se me thonë, të e ki një grumbull të njerëzve, të cilët pretendoj që janë edhe shok për vetë se bashkëpartijak. A ke pa ku flasin për një tjetër, thonë, na jemi të gatshëm me luftu për një tjetër, po në fakt nuk e mbrojnë këtë kënd kur janë qëse situatë. Për mu, që ka pëndohë me Albulina Axhiun, o kam vjen keq, për kalzoj shumë sinqerisht, sepse nuk menoj, pavarësisht që kemi mos pajtime politike kështu me radhë, nuk menoj që një person i tillë duhet më vendosë në kësi pozite, ku tenton 13 herë, sa u bën, me u votu për kryetar të kuvendit, nuk i merr votat dhe apet vazhdon me të njëjtën gjë.